Na premtoi kryetari që është aktualisht i Bashkisë Rogozhin, tash ne duam dim që përse ndryshojnë qëndrim, se këto banor janë të ati. Këto banor këtu, po t'i kapë gjithë atë kanë votu. I kanë dhënë votën, kanë kërku votën, kanë dhënë votën. Kanë 30 vjetë që paguajnë taksën, s'meritokën fare këto. E çfarë investimi është? Ja të lutem. Vetëm thjesht kanalizime me skrep, tubacione, edhe ku ka pikat e vështira që të shtrojnë me çakull. Ka që keni kërkuar ju, vetëm çakull edhe me remetim. Siç e pat vetë grori ishte poshtë në rrost fshatit, kosta zero. Inertë sa duash atje, mali me inertë. Këto tash o janë të pangopur, që s'ngopen asnjëherë. Ose janë të paaft. Po ku shkuan lekët? Po se di janë për mua unë e quaj që edhe të paaft, po edhe të pangopur, se tash një vit, ora ka 30 vjet që nuk investojnë. Po edhe kur bëhen marrë me investu diçka. On këtë llogë më pa hajnë për vetë. Pse duan ta eliminojnë? Kur keni parë për herë të fundit ju dorën e shtetit në këtë fshat? Asnjëherë vetëm. Asnjëherë vetëm s'ka. S'ka pas kur as dorë pas dorë dy. Fare. Po si, a vijnë këtu ata deputeta, kryetar bashkie? Ka qenë rasti i fundit, ka qenë zgjedhja s'kam çfarë se për këtë të thënë. 2021-shit, na ka ardhur një farë i deputetet janë Xhafa. Po, është deputeti i PS-s, po. Edison me Mollën. Edhe na premton që sa të marrim atë do e bëjmë rrugën do e bim. Me kalu më burr, do me kalu njëri ose dimri, ku do shkosh, do mytesh. Ne kemi filluar një rrugë transformimi, një projekt të përbashkët transformimi të Rogozhinës, të Kryevidhit, të Sinaballaj, të Gosës dhe sigurisht të Lekaj. Me vazhdimin e projekteve që po transformojnë arsimin në këtë bashki, ne do të kemi mundësinë të bëjmë një Rogozhinë më të mirë, me më shumë mundësi, me më shumë potencial dhe me më shumë kapital njerëzor. Kush kap telefonin, ai është shok. Kush ta qan hallin, ai është mik. Kush ta zgjidh një problem, ai është i zemrës tate. Kur vendi është më i pastër, ku ka lulishte, ku ka asfalt, ku ka kanalizime, ku ka ujë 24 orë, ka vlerë prona jote, mundi yt. Pse e hedh mundin tënd te Shergjind? Këtu mund zgjasë dimri 2 javë, nuk thahet rruga, fëmia nuk shko shkollë. Sa ai nuk do vdesi, janë 2-3 persona që kalojnë në fustat, ai nuk do vdesi që ti ke përshit. Është dhe i deputet tjetër i ri i zonës, është shumë djalë i mirë, respektuar, s'kam gjë. Si e kishte ai deputeti që mori 15.000 vota? 15.000 vota. Po. Edhe deputeti djali i Qifes. Erdhi me makinë këtu. Edhe ai tha, unë jam deputet sa do ju shoh, tha, sa të marrin zgjedhjet do e shoh zonën. Edhe përfundimisht nuk pan asgjë. Asa i nuk erdhi më. Edhe i bëj thirrje tash unë jam i qef që të bëj thirrje që ta ndjojnë ato deputet. Po. Ai mund paktën atë investim që është, pse s'është gjendje bashkia ta bëj. Po çfarë si s'është gjendje ta bëjnë? Po s'kan taft javën dorëgjë valla. Nuk më intereson mua i majtë djat aty le të vi një që është që ka minimumin e 2 klasë shkollë që ditë bëj zbërthej projekt. Pse që e ka që vështirë? Ne kemi diku këtu më poshtë një familje që ka mbjell ullisht, një kamion, edhe një skrep, 3 kilometra rrugë, me 3 milion lekë, ka bë nga xhepi. Ti ka bërë vetë? Këtu në fshati poshtë që tregon poshtë, e ka bë vetë. Që 12 kilometra, do të thënë ato 60 milion dalin. Edhe sikur të vjedhë gjysmët, prap populli knaq. Nuk vjen dorë për se s'po duam, se me asfalt, unë them që të shkoj edhe 300 vjet që nuk kam më bë asfalt. Asfalt nuk shpresoni në një jetë. Da bëjnë. Se ne paktën kemi pa dhe jashtë shtetit. Da bëjnë. Jashtë shtetit ku kishte edhe Da bëjnë se ka dalë me era metri katrora. Kishte asfalt. Këtu që ne na quajnë popull bakti edhe s'na përfillin fare.